sa më ka marrë malli me i vizitu shqiptarët në për shtëpia. Ka filluar rubrika vizitave në shtëpia tash, mu trash edhe i herë të hongër, të pi, si shpresin shqiptarët. E di si e mas mirë këtu më duket, po e shoh tash diçka duke punu. Apo jo s'hapet kjo dera këtej. Hoj! Flutur! Flutur Agecaj. Kam vendosur sot të vite Flutur Agecaj. Flutura si kalove? A u love? Jo. Si e? Mirë. Çfarë të bo? Ka shty ndrejsh diçka në ka. Çka e të ndrejsh? Po, e kemi bo plan me shku në Shqipëri. Okej. Edhe duhet edhe do sa na mirë. Çka është kjo? Kërë që mundesh me fletën ta? Çka është kjo? Po. Mundesh me fletën ta? Po, mundesh. Po është më i vogël ajo? Jo, shtrihet ajo edhe flan. Hej, interesant që shko ka. I sekond para se të folasim me Fluturën, kam marrë sot me vizitu Flutur Agecaj. Flutura e pak lutem këtu. Flutur Agecaj është një zonjë e cila jeton prej 30 sa viteve në Zvicër. Në fakt 25 vite punon në komuna të ndryshme, por momentalisht punon në komunën e Vallhuzës, kanton Lucern. Po. Dhe punon realisht punon me të rinj, pra me adoleshent që janë të gjitha kantoneve. Janë prej 12 vjeç, jo, janë të asaj komune. Të asaj komune. Të asaj komune Vetëm Vallhuzës dy komunave tjera. Dy komunave. Mencnau edhe Vertështaj. Puna konkrete që e bën është? Është unë mira me tri, që mas shkollës vinë të na, edhe kalojnë kohën e lirë, flasin me neve, edhe për probleme, po na e mbajmë shqetësi nëse na tregojnë diçka që nuk ka lidhje me ndoj dhunim ose rrahje, por me senet e tyre private. Pra, me gjërat e tyre private. Ka shumë të rinj, adoleshent që kanë nevojë për të shprehur diku. Nuk shprehen dot te nona, te baba, te vllai, te motra. Te mësuesja. Edhe te mësuesja nuk shprehen dot. E këta janë ekstra për të shprehur kush ka probleme, kush ka nevojë për të shprehur. Edhe kur kanë gëzime. Marrin edhe për gëzime për gjërat që s'kan dëshirë me nda me dikot të familjes, pra. Edhe Flutura është një personazh e cila punon prej 25 viteve në komunë, vetëm për shtetin. Flutura, përpara se të flasim, pata dëshirë me pa nga brenda këtë, si quhen këto, Camping. Camping, camping e auto, që sa bukur, do në shku për Shqipëri me këtë. Bukur shumë. Bashkë me? Me partnerin tem. Me partnerin? Partneri shqiptar? Jo, Zvicran. Zvicran? Po. Bashkëjeton me Zvicran? Bashkëjetojmë bashkë. Mirë? Mirë, shumë mirë. Është shumë mirë? Shumë mirë. Okej, nuk ka ndonjë problem, domethënë, Asnjë një problem. Okej. Edhe pse kemi dy mentalitetet të ndryshme. Okej, du me të pyet, a përplasen mentalitetet apo jo? Ndonjëherë po. Ndonjëherë po. Fudhemi, do na japësh një kafe Flutur? Po. E pimi kafe të Flutura, inshallah s'na çet flije pite sene që kanë zakon na shqiptarët. Edhe ta mojmë pak linjën edhe trupin në formë. Hare me mua Loçkana, gjithë në rrallë, edhe të shikojmë një intervistë interesante në një vend shumë interesant, në një shtëpi jashtëzakonisht e bukur, në një natyrë jashtëzakonisht e bukur, realisht për të ardhur në këtë lagje, u desht me ngjit një kodër shumë të lartë dhe shumë me kthesa, dhe që ka një vend ku nuk besoj që ka shqiptar. Du me e pyet Fluturën, në këtë zonë ku ndodhen tashi, a jetojnë shqiptar apo jo? Besoj që jo. Nuk du me të regu shumë detaje se nuk e di a lejohet as lejohet e Allah. Hajde me mu. Po i heqim Flutur. Mirë se vini. Po i heqim këpucat. Si doni. Ja, po i heqim këpucat për arsyet e mos ta prishim gjithë të bukurit të villës që ke. Kam dëshirë të flasim pak me Flutur Agecaj, një zonjë nga Prishtina e cila jeton 30 sa vite në Zvicër dhe punon në komunë që 25 vite. Pra, që 25 vjet vetëm për shtetin punon. Flutura, mirë se gjetëm. Mirë se vini. Faleminderit edhe për pritjen. Besoj, kjo është partneri me sa po shohun aty në fotografi, është Zvicran. Atëherë, përpara se të pyes për punën tënde dhe jetën tënde në Zvicër, si e tu kalu me partnerin? Si shkon jeta e një shqiptarje me një Zvicran në Zvicër? Shumë mirë, si çdo kush. Si çdo kush. Nuk ka ndonjë ndryshim me thonë Flutura mes mentalitetit diçka që the për ku është, ku janë ndryshimet? Na shqiptarët jemi ma shpërthejmë do situata që nuk duhet. Nuk duhet. Po, në të kundërtën ata janë shumë qetë. Okej. Edhe ajo qetësia ti edhe unë bashkë bojmë dyqysh. Okej. Tashi, a e ke bo ti atë shqiptar apo të ka bo ai ty zvicrane? Sepse njëri dominon, a e ke parasysh, në qift njëri dominon, ta që dominon. Sigurisht, që dominon. Ke dominu ti apo ka dominuar?
Unë jam shumë gjatë këtu. Edhe I kam marrën ato sendet e mira të Zvicrës, që për shembull marrë me kohë. Po edhe ai ka marrë sendet e mia që ushqimin unë e bëj vetëm shqip. Vetëm shqip. Edhe pse I ke 35 vite në Zvicër ti gatuan shqip. Shqip, po, shqip gatuj, edhe partnerit temi pëlqen ajo shumë. I pëlqejnë shumë ushqimet tradicionale shqiptare janë shumë, prej flis, pite, gjitha I bëj shqip. Okej, gjitha e bën shqip. Po. Shumë interesant. Gatimin e bën Po, normal. Jetën në përgjithësi e bën shqip apo e bën zvicrançe? Jo, nuk mundesh me bos si në Kosovë ose Shqipëri. Nuk mundesh. Po, se I ke orarin e caktuar, kur shkon punë, kur kthehesh. Shumicën e rasteve në mramje jetë qa që lodhën sa që jasë nuk mundesh me dalë dikon. Okej. Ne rrim shumë në shtëpi, por pushimet I kalojmë gjithkon. I kalojnë gjithkon? Po, në Kosovë, në Shqipëri, po edhe ma larg. Keni vite bashkë me partnerin zvicran? Po, kemi vite. Keni fëmijë bashkë, keni? Jo, s'kemi fëmijë. S'keni Ne fëmijë. kemi qenë të dy të martuar. Keni qenë të dy të martuar? Po, përpara na ka dështuar martesa. Ka dështuar martesa të dyve? Është normale. Okej, është gjë normale, absolutisht. Po, edhe jemi taku pa hiri. Pa hiri. Lindi me të parën dashuria apo bot në gjirë dytë? Jo, me të parën jo. Me dytën. Me dytën, ha? Po. Është histori shumë e mirë se mami jem dhe babi kanë bicikleta. Okej. Edhe ju presh mamit bicikleta, unë e kam një shok shumë të mirë. Edhe ai e thira në telefon tash, hey, apo vjen se më ka prish bicikleta nanës. Edhe tha po vi. Edhe erdh me partnerin tim. Edhe në atë moment unë nuk kom vrejt asgjë që diçka është. Kështu që mas një viti takohemi prapë. Okej. Mas një viti? Po. Edhe kështu prej asaj dite jemi të pandam. E tashi, prej asaj dite, mas një viti? Po. Si ndodhi ajo ditë, se tashi zvicranë realisht, me sa di unë, nuk janë nga ata tipa që këmgullin. Jo. Ke këmgull tim duket, apo? Jo. Si pra? Jo, ai ka këmgull. Ai ka këmgull. Ishim bashkë në një restoran, unë me shoqe, edhe ai vjen. Edhe unë flas me të, edhe dikur më thot, hej, unë që një vjetë të lypi ti, edhe nuk të kam gjetë, kështu që... Kështu fillon edhe... Normal, pas ka pas guxim, ha? Guxim, po. Pas ka pas guxim, se realisht nuk e kanë të natyrë zvicrane. Nuk është natyrë tipike zvicrane. Tipike zvicrane. Pra ka marrë pak prej shqiptarëve, më duket. Besoj që ne të dy kemi bo DNA-në. Okej. Për me shqiqu që ka Edhe? gabim. Si ka dalë ADN-ja? ADN-ja I ka dalë që 15% vjen prej Shkodrës. 15% vjen prej Tjerat Shkodrës? janë Zvicran, Anglez, e çuditshmja është që mu ka dalë 77% italiane e greke. 77%? Po, do me thonë në ato rajone ku shqiptarët kanë jetu. Absolutisht, po. Kështu që... Nëjse, absolutisht, ku kanë jetu shqiptarë, se kemi në Itali kemi Arbresh, në Greqi kemi Albanitas, janë, ju thunë, në greket dhe janë shqiptarë, kështu që absolutisht, 100% shqiptarë, ta kanë të rëmë. Po, interesant, Zvicran me 17% ishte në nga Shkodra. 15% nga Shkodra. Kush e dit është çfarë lidhje? Ku me dit çka ka ndodhur. Ore, a keni një gjuhë që shpesh herë ne I bëjmë njerëzit shqiptarë, origjinë shqiptare, nuk janë vetëm fjalë, këto janë edhe fakte. Edhe ADN-ja e nxjerr. Unë kam me fakte. Edhe ADN-ja e nxjerr disa, okay. Keni fëmijë edhe ti edhe ai? Po. Keni fëmijë? Po. Pra, ti edhe Unë I kam 3, ai ka 3. Ti ke 3 fëmijë, ai ka 4 fëmijë. Po. Edhe fëmijët e mi janë të rritur. Okej, janë të rritur. Janë 28 vjeç, 25, 18, kështu që janë zotë të vetit. Okej. Edhe... A ka probleme mes fëmijëve, se 6 fëmijë këtu I bëjshi tallava, hallakambo? Absolut jo. Jo. Ka mirë kuptim, ka respekt. Mirë kuptim, respekt, ata e në matë vegjel, Ba. kështu që fëmijët e mi duhet pak me shiku ma shumë. Me shiku pa me më kujdes, po, bravo qo. Pra të më thani mesazh shumë I mirë. Pra, t'jemi të kuptueshëm, të vetëdijshëm që dështimi në martesë është gjë normale, nuk qohet jeta me një persona të dy anshëm, nga dy anët funksion në këtë pjesë, me njerëz që nuk mundesh me quë dhe nuk ka mirë kuptim,
Edhe pse unë me burrin tim, eks-burrin tim, e kam shumë mirë. E ke mirë muhabet? Po, se fëmijët i kemi të përbashkët. Na nuk kemi më bashk, po fëmijët i kemi të përbashkët edhe kështu e ndajmë. Bravo. E ndajmë. Ai shiqon, unë i shiqoj, kështu që këtë desha me tregu të shqiptarët që nëse ofse vjen rasti për ndasi apo për ndarje apo për divorc, që të ndalni edhe divorcoheni me mirë kuptim që fëmijët të rriten shëndosh me praninë e dy prindërve her pas here. Pra, ky është një mesazh shumë i mirë që ne Flutura Geca i sot në shtëpinë e saj. Flutura, faleminderit. Një pamje fantastike, në qofë se kthehet kamera këtej, apo në qofë se dalim dhe në balkon Flutura këto, bashk, do ishte fantastike kjo pamje, bukur, nuk e di se qysh ta bën zemra aty me shku te puna, nuk e di qysh ta bën zemra me shku në punë Flutura, edhe me elon këtë vend, kaq të mirë. Edhe thuj ati pronarit që i ka që të lopë që të, nëse ka mundësi, me i thonë, me ma gjetë një vend pune, që banë, e me i rujt lopëtun në Zvicër, knashësi më të madhe më duket nuk ka. Se këtu veç i fut me në telit, e merë rogën të najt, o vla, mos bëni hajgore me mu, e kom seriozisht, e du një vend pune, me i rujt që të lopët, jo në qëto, që çfarë natyre ka, i fut me në telit të rrymes aty, ti e merë veç i fyllit ty, rogat vjen me i mjeldim, edhe punë fantastike. Jo, shumë bukur. Ke kohë që jeton në këtë lagje, Flutura? Jemi që dykon 6-7 muaj, kemi jetu në një vend tjetër, edhe e kemi ndru për shkak qetësisë. Për shkak qetësisë? Po. Edhe këtu, realisht, qetësia është shumë e madhe? Qetësi që nuk mundesh as me marrë me mend. A ka shqiptar në këtë lagje? Jo. Jo? Jo, s'ka. E vetëmja shqiptare jeti që jeton në këtë lagje? Po. Interesant, se qa është kjo lagje? Kush jeton këtu? Sakt. Janë pasanik? Nuk e di. Nuk e di. Ma mirë nuk e di. A do më thanë, me sa kuptoj unë, këtu është një lagje shumë... Besoj që është pak ma e privilegjume se tjerat. Shumë interesant. Po, e vërtet është se për ardhur... Se qëtësia edhe nuk i shumë makina që udhtojnë, sidomos shtunën e dielën është shumë qetësi. Shumë është interesant dhe realisht po jo tregoj që edhe herë po e them, kemi marrë këtu ku ndodhemi jemi në majt një kodre. Është një kodër edhe pse kodra është e rrafshët pak lart. Mirë, por për të ngjitur këtu lart kemi marrë shumë kthesa për të ngjitur deri në këtë vend këtu te kjo lagje. Kështu që lagja është me shtëpia sikur ato lagjet e mia që kam ndërtuar në të ardhmen. Bukur shumë. Tani, të flasim për punën tënde, Flutura. Puna është në komunë që 25 vite. Po. Ke studiuar për atë punë që bën, ke punuar kështu... Me të thënë drejtë, nuk e kam studiu. Unë kam kryer normal shkollën në Prishtinë. Në 91-ën kemi ardhen në Zvicër. Dhe kam kryer krejt një punë tjetër. Një shkollë tjetër, por dikon në vitin 2000, unë kam pas një aksident shumë të madh. Edhe masi që jam zgju prej komës, ka ndru mendimi im për gjithë çka po bëj. Pse unë rri në zyre të ditën. Edhe kam pas kohë me menu për atë kohë. Dhe kur u shnosha, u bona mirë prapë që kam ujtë me ecë, kam fillu me lyp një punë që më ndihmu njerëzve. Do me thonë, unë besoj në Zotë ose në univers, por ai aksident më ka kthyer mendjen që unë kam betë këtu për me kry, për me bëti qka. Jo veç me najtë në zyre edhe me punu edhe më këthy në shpe. Edhe kam fillu me lyp një punë që mu në atë moment komës, mu ka këthy gjithmonë në kokë. Edhe pse kam vetë fëmi, kam pas qef shumë me punu me fëmi. Me ja u tregu një perspektiv tjetër tjetës, që mas çdo tuneli vjen një dritë. Edhe kështu kam fillu dikon me 5% punoj në cokë, në një organizat, edhe dikur mas 8 vjetëve dikon 80%. Në atë kohë, unë kam kryer shumë kurse
që mu kanë dasht, po me studiu s'kam mujt, se prej aty në 3 fëmijëve, 1 fëmijë është që nuk ndigjon dhe nuk flet. Fëmija im I vogël, nuk ndigjon dhe nuk flet, për ata unë e kom mësu gjuhën që flet me dorë. Okej. Edhe në atë kohë, kur jeta bëhet 5 vjeç, unë them, okej, tash do të filloj një punë tjetër, edhe kështu kam fillu. Ndërkohë, për fëmin tam që më duhet më shku në shumë terapia, kam punu 50%, edhe 50% të kohës time I kam kalu në për terapi. Për fëmijën Po, tash jeta I ka 18 vjetë dhe është shumë mirë, nuk flet, po flet gjuhën në durve. Okej. Edhe tona këto sene më kanë pru mu deri të jam qaj person që e kry atë punë me 3. Shumica janë migrant. Pse e them këtë? Fëmijët Zvicran kanë shumë hobi. Shkojnë piano, shkojnë karate, shkojnë... Fëmijët e migrantëve janë ma pak që ndoshta kushtet, ndoshta interesi, nuk bojnë shumë hobi. Edhe kështu që ata vinë të ne, edhe ne punojmë me ta. Punojmë për të mirë, për të keqa, ata flasin për sendet që I mundojnë, mas shumë ti. Në shkollë, në shpe, në rrugë, ka fëmijë problematik, ka fëmijë jo problematik, po shumica janë fëmijë shumë të mirë. Vetëm duhet me folë me ta, me u tregu se jeta nuk është vetëm me gjëra negative, po edhe pozitive. Të kuptoj. Të ne vinë shumicën në rastem kur nuk kanë shkollë, do me thonë mas shkollës, ose në ato ditë kur e kanë pushim. Ne mira me ta luajmë prej biljardos, deri në ping-pong, futbol, bojmë koncerte, bojmë party, gjithçka që ata dojnë. Nuk vjen ideja nga unë. Dhe mbani sekret çdo rrethim të tyre që japin tek kjo. Po, e kemi kod të punës. E keni kod të punës. A mund të na tregu cili ka qenë ndonjë sekret që të bën përshtypje që ta ka tregu ndonjë fëmijë? Po, me keqardhje muj me thonë që fëmijët e migrantëve jo të gjithë. Ndonjëherë keq trajtohen në shtëpi. Keq trajtohen? Po, shkaku I ndoshta mentalitetit, ata rritën në një mentalitet krejt ndryshe, jashtë. Në shtëpi është një mentalitet krejt ndryshe. Sidomos vajzat. Po flas për vajzat se vajzat janë ma të ndryzona në shtëpi. Djemtë kanë ma shumë liri. Edhe kështu na bëjmë projekte që mja u jep atë ndjenjë që janë të njëjta. Nuk ka ndryshim mes një mashkull dhe një femne. Sa jam brim është tjetër punë. Po, apo punojnë në atë drejtim? Punojnë në atë drejtim. Okej, bukur shumë. Çfarë më bjen tjetër ndërmend për të pyetur, Flutra, është a kanë qenë të vështira për ty këto vite në Zvicër? Po, sigurisht. Kanë qenë të vështira? Kanë qenë të vështira se unë kam marrë në Zvicër shumë e re, 14 vjetë e gjys. Nuk e kam ditë që do të vi këto. Printe mi e kanë marrë atë vendim me ardhë në Zvicër, basi që babi im ishte I burgosur politik. Dhe kur kthehet policia serbe thotë, duni me lëshu vendin, që është shumë I rrezikshëm. Kështu që kemi ardhë në Zvicër dhe prej atësaj kohë jetojmë këtu. Në qoftë se më lejon edhe herë t'i kthejmë pak privatësisë. Po. Dhe një mesazh shumë të mirë që bashkëjeton me një Zviceran, kaloni shumë bukur, keni mirë kuptim, hani shqip, hani Zviceran që gjitha llojet e kuzhinave, edhe fëmijët I keni 3 fëmijë, ti 3 fëmijë ai, pa që me jetë, I ke të rritur. Një non që I ka fëmijë të rritur. Po. A e ka të vështirë me marrë një vendim për jetën e saj, pra për të vazhduar jetën pas divorcit parë me një kur janë fëmijë të rritur gjithmonë në Zvicër. Nuk e kam pas vështirë, se unë kam shumë
kontakt mirë me fëmijët e mi, jam shumë e hapun, flas për secilën temë që na vjen. Edhe fëmijët e mi në atë kohë dikur edhe kanë thënë, mami, vazhdo jetën, vazhdo jetën tënde ashtu siç don ti. Pra fëmijët e tu të kanë thënë vetë. Po. Edhe se ne shkojmë dikur, martohem, kemi fëmijë, kemi familje tona, edhe nuk dojmë të shohim vetëm. Okej. Interesant, pra shumë edhe kjo është një mirë kuptim edhe një mesazh shumë i mirë. Pra fëmijët tu të kanë thënë vetë që mami gjeje dikën sepse ne kemi jetën tonë, drejtimin tonë edhe më zumet pa vetëm. S'dojmë të pa vetëm edhe është më mirë. Një nanë e lumtur ka fëmijë të lumtur. Absolutisht. Po, absolutisht. Nuk është nëna e lumtur, nuk janë as fëmijët e lumtur. Absolutisht. Kështu që është ndoshta për ta mama i lehtësi kur të din që unë jam me dikë edhe jam e lumtur. Po, sepse... Se po t'isha vetë edhe ata e kishin obligim me më shiku mu. Nuk e kanë obligim. As kur t'plakëm unë nuk e kanë obligim. Në atë moment që unë nuk moj unë shkoj vetë në shtëpi pleqve. Nuk du që fëmijët e mi me ndi obligim për mu. Më shiqu mu. Une i kom bo me vetë dëshirë ata. Dhe ata e në të lirë. Nuk jam prone e jemja. Nuk janë prone jotja. Absolut jo. Pra nuk e kanë obligim më kujdes për ty. Jo. Nuk janë prone e imja, unë i kam lindë. Se realisht, të mentaliteti jonë, i kombit tonë shqiptar, është dhe rritemi me frymen dhe me mentalitetin, me traditen tonë, që fëmijët i rrisim, por kur të plakemi, është tabu në qofë se fëmija na qënë në shtëpit pleqve. Jo, absolut. Për neve është tabu dhe nuk e mirë presim, realisht ne si tradite ose mentalitet shqiptar. Si po e jep të kundërt të mësot? Unë jam e kundërta se, shiqo, unë i kam lindë, edhe unë jap kraht me fluturu. Nuk kanë nevoj ata me më shiqu, unë i kam bo ata me vetë dëshirë, se ka shti kërkush me zorë. Edhe për atë punë nuk e kanë obligim me më shiqu mu. Sa të muju në vetë është okej. Kur të muju në vetë, unë shkoj vetë. Ata mujnë më arë më vizitu, unë mujnë më shku më vizitu, po obligim ndaj me e s'kanë. Obligim ndaj te e s'kanë? Absolut jo. Unë për vete, në këtë aspekt, e shikoj ndryshe. Për shembull, unë flas për vete, se unë ti e din, paka shumë me mentalitet jam edhe katunar dhe fshatar. Jam edhe unë e katunar. Unë për vete, domethënë, vetëm du me demantun këtë pjesë. Unë e marrë fëmin tim, e rris, e shkolloj, sakrifikoj, punoj, po them, jetën për të, paguaj shumë për të arritur mirë, shëndetshëm, për të shkolluar, dhe në fund, realisht, kur të plakëm, më lënë takati, unë për vete kom qef që fëmija im me më shiku pak më kujdes për mu, sepse realisht nështë ta fëmija kujdeset pak më mirë për mu se sa një person që se njof. E këtu ka, tash, kjo është, ajo, mendimi im. Është mendimi jëtë. Mendimi im është që fëmija im, ma me qef vjen më më taku mu aty, se sa që më shiqen, se ka obligim. Unë me vetë dëshiri kam ba. Si kam ba se duhet më shiqu kur të plakem unë. Edhe na kemi fatë që jetojmë Zvicër. Këtu është gjithë shka e regullume. Edhe pse, unë, për prindë e mi, unë prindë e mi i kam këtu. Edhe i shiqaj. Po ata jetojnë vetë. Jetojnë vetë. Jetojnë vetë, po në shtëpi vetë, sa të mujnë. Kur nuk mujnë ma... E tashi, prindë jetojnë në shtëpi vetë, apo jo? Kur të plakën të lodhen, e ke vendosë me shiku vetë, apo të me qunë në shtëpi pleqve? Jo, unë e së vendosi kur gjatë, ata vendosin vetë për vetë. Nëse vendosin me shiku ti, a dhe i shikosh? Sigurisht. Sigurisht që po. Po, do t'i merja këtu. Gjithçka është me dëshirë të personalizuar. Nëse prindrit e fluturës kanë dëshirë me jetu me fluturën edhe kur lodhen e s'munden ma, flutura thotë i marrë këto, i shikoj vetë. Nëse ata kanë dëshirë me qunë në shtëpi pleqve, i qëjnë në shtëpi pleqve. Tash edhe flutura thotë, nëse unë kam dëshirë me më shiku fëmija, ju thëmë me më shiku. Po unë s'kam dëshirë me më shiku fëmija, kam dëshirë me shku, mësë mi u bo barë fëmijëve me shku në shtëpi pleqve. Edhe kjo është mesazh shumë i qartë dhe i bukur. Interesant flutura. Sa e vizitoni me bashkëshortë, me partnerin tënd Kosovën? Shumë shpesh. Shumë shpesh. I pëlqen partnerit tënd Kosova? Çfarë i duket interesant? I duket interesant se njerëzit janë shumë të hershëm. Edhe pse kanë qenë luftë, janë më të hershëm se njerëzit që janë këtu. Janë shumë mirëpritës, janë e kanë na shqiptarët e kemi një farë
Nuk di as ta përshkruaj. Nuk di me gjetë se çka kemi diçka më të veçantë se sa tjerë. Edhe unë besoj. Edhe unë kam diçka të ndjenjë që diçka kemi interesant në vetveten tonë apo në kombin tonë që se kanë tjerë në duket. Se kanë. Nuk e kanë tjerë. Ndoshta po. Ndoshta ama neve na duket që nuk e ka dikush tjetër realisht. Nëse edhe unë kur të shkoj është një vizlim në sytë e mi. Është shtëpia jam, është vendi jam që nuk e mohoj kur. Unë mujmë me qenë me Zvicranë bashkë, unë ndoshta jam edhe Zvicrane në sjelljen time, por vendi jam, vetet vendi jam. Edhe ndoshta kur plakna është kthehem krejt atje. Edhe ajo është e mundshme. Atë një gjën partneri për të kthyer me jetu në Kosovë? Po. Po? Po. E keni biseduar ndonjëherë? Po. E keni diskutuar më? E kemi diskutuar. Edhe çat ka thënë? Sigurisht, pse jo? Pse jo? Pse jo? Okej. Kur ati i pëlqen ushqimi, i pëlqen sjellja e njerëzve tonë, edhe i pëlqen gjithçka çka është shqiptare, pse mos i pëlqen me jetu aty? Absolutisht, s'ka ndonjë problem. Na jemi njerëz që mujmë me jetu gjithkohë. Gjithkohë, bravo. Jemi të lirë. Jemi të lirë. Bravo. Pse mos me jetu në Kosovë? Apo në Shqipëri? Shumë bukur. Në Pleshini? Është ma lirë. Jo. Sa e këndshme që ka flutura, e shumë interesante, flutura me disponove, realisht. Në Shqipëri të shqitën me shku, me vizitu Bregdetin, vendet malore, çfarë do? Gjithë Shqipërinë. Gjithë Shqipërinë? Po. Sa e keni planifikuar? 2 javë. 2 javë. Që me shku prej poshtë deri lart. Prej kuj vjen Durrës, poshtë, kur e kemi... Prej në Konispol, në Saranda, atje, deri në Tropoj. Altin mund me dalë jashtë, është koha shumë. Hajde, dalim edhe për jashta e pimi kafe edhe për jashta. Kjo është kafja ima, po jo? Po, është e jotja. Hajde, mirë se gjetëm flutura. Faleminderit shumë që erdhët. Këtu jemi në balkon flutura, po jo? Po, është A më mirë në balkon me nejt apo mrena në shtëpi? Kur është koha e mirë, që shumicën e rasteve është koha e mirë këtu rralë, rrim jashtë. Jashtë? Po. Okej. Këtu është toke juaja deri te rrethimi, besoj. Po, toka jon deri te rrethimi. Tu mundeni me bëu ne grill anë gjo, e? Grill, po, e kemi grillin poshtë, se e kemi edhe një pjesë tjetër. Këtu verës unë bëj vetë patligjona. Mos më thuaj që miell këtu domate, kastraveca, gjëra. Verës? Po. Qa thu? Po, e ke mjell apo ma, po jo? Jo ende, po tash filloj kom dash qëtë vikend. Okej. Edhe... E kom zupi gjyshes. Shumë mirë e kem zupi gjyshes. Unë gjyshen e kam prej katuni. A i mbjell për me shparit pare edhe mos me ble? Jo, e kam hobi. E ke hobi? Jo, për... Edhe është ma shëndetshëm. Ma shëndetshëm me angër bio që i mbjell vetë, shumë e vërtet. Shumë natyre bukur. Sa minuta i ban prej këtu me shku të puna jote për shumë? 35 minuta. 35 minuta. A ke me qa shkoni? A keni makina? Me qa shkoni? A shkoni me kali o vla? Shkoni malit shkur gjash? Me qa shkoni? Po, e kam makinën time. Ke makinën tante? Po. Okej. Po, e kam. Bukur. Një makinë. Një makinë veç e ki? Po. Veç një makinë? Po, timen, po. A gjeron e Bolësht. A gjeron e në Po, 2 herë këtu. 2 herë, sa ato këthejsa Ja, me në kalu me 2 herë. 2 herë? Njëjtin vend. Okej. Hajde më të rego pak cilat janë temat të cilat shpesh herë përplasen mes 2 mentaliteteve. Mentaliteti jot dhe i partnerit tënd. Pra cilat janë gjërat që mas shumti ju përqajnë, apo cilat janë edhe ato që ju bashkojnë mas shumti? Është vështirë që na përqajnë, është pyetja kur, për shembull, ta gjaj një shembull, është vështirë me gjetë. Po, për shembull, kur unë jam kuzhinë dhe them është vendi im kë.
Kuzhina është e imja. Po, pronë e jotja. Pronë e imja edhe ai thot, jo edhe unë du. Ullu ti, unë du të zi sante. Do me gatuaj. Po, ai me gatu. Pra do më thonë ti ki pas ke problem shumë serios, që ka shumë... Ajo është problemin ndoshta më i madh. Që ka shumë problem serios, në falë, me thonë drejtë, a ti vendos syzet në falë? Po. Po i vendos syzet, se djellë shumë i fort. Pas ka një problem shumë të madh, dashura grao, ku do që jeni, po do në mja morë kuzhinën. Partneri i saj po do me gatu me elonë të mëndajt. Po. Shumë problem serios, a du të me dënënsu për këtë pjesë, mos me Jo, elonë. që ne shqiptarët e kanë atë ndjenjën ndoshta edhe prej të vogël që zdi, unë e kom pa gjyshën në anën temë që gjithmonë kanë gatu. Edhe për mu është ndonjëherë ofendim kur ai hyn kuzhinë. Kur burri hyn kuzhinë? Po. Edhe për atë punë e di veten ashtu. Qa po lyp ti këto? Okej, tashi edhe diçka tjetër, se kështu realisht nga mentaliteti, nga jetën e punë si Zvistrana, thaj. Nga pjesa tjetër po të tregon që të pengon pse burri me hyn kuzhinë në punën në pronën tënde. Po. Si e shikon këtë jetën ku burrat sot ka ndryshu 360 gradë, nuk e di në Zvicra ka qenë gjithmonë kështu apo jo, po edhe të shqiptarët, sot burrat lajnë rrobat te lavatriqja, te maqinat e eshave, fshin shtëpinë banesën, lajnë enet e shtëpisë, peklatin rrobat apo i hekrosin teshat, gatuin. Si duket ty kjo tash që është bo një transformimi i meshkujve dhe të shqiptarët? Po shumë mirë se shumica e femnave punojnë. Po. Po flasë për Zvicër. Edhe ti nuk jam mbrin mi bo gjitha për... Kur të punojsh 80% ose 100% është vështirë. Kështu që unë... s'ka gja ma të mirë, se për të një manë. Bravo. Edhe unë jam pajtohet me ty në pikë. Këtu jemi një pikë ku pajtohemi të dy, sepse burra, edhe gratë punojnë një lloj sikur ju. Edhe këto i bojnë 8 orë punë. Marë mja u bo edhe punë të shtëpisë, edhe 8 orë punë. Mja u bo edhe fëmin, po këto njerëz janë vëlla, duhet me pas mëshirë, duhet me ndihmu në gjitha drejtimet. Sigurisht, po. Kështu që realisht... Edhe babi im që është 83 vjeç që ndihmon nanës time. Po. Mos t'ishe qenë ashtu, ata do të ishin 55 vjet bashkë, ka më shumë. Absolutisht. Bravo. Kjo është gjëja më e mirë që është ardhur të paktën edhe te ne dhe inshallah futet edhe në zonat tona malore. Sigurisht. Se te ne në zonat tona të thella, përveç qytetit, nuk e di a funksionon apo nuk funksionon, nuk jam ndjeni, me thënë drejtën, por nga zona ku unë vi, nuk shoh burra që angazhohen për të fshirë shtëpinë apo për të larë enet apo për të gatuar, nuk kam parë dhe nuk shoh akoma. Unë po them, baba im është gjys prej Lukës Deçanit edhe gjys është tropojan, se gjysën e kam tropojës, edhe është 83 vjeç, edhe unë kur qkaj a i mu ma qëtë kafën. A ka diçka ma të bukur? A s'gja më të bukur s'ka, absolutisht. Absolut jo. Kështu që uroj që të futet gjithmonë në të gjitha trevat tona, dhe në vendet malore atje ku s'munda me hynë me kerre, mu fut kjo mentaliteti që burri me ndimu grus në gjitha aspektet, sepse gratë kanë hekur shumë. Paktën, sidomos gratë shqiptare, kanë vuajtur, kanë hekur shumë gjatë gjithë jetës tyre duke punuar edhe punët e shtëpisë, edhe rrethin e shtëpisë, edhe kopshtije, ara, edhe bagtit, edhe me rrit fëmijët, pra një lodhje, një mos them tash se s'po du me thonë, po ka qenë dhe ka vazhduar gjithmonë një diskriminim ndaj femrës në trevat tona. Unë marr shembull shumë me dashmi përmend me emra shumë femra gra shqiptare që i njoh që kanë bërë punë shumë të mëdha, shumë angazhime të mëdha në jetën e tyre, kanë hekur, kanë vuajtur shumë, edhe burri vetëm tu dhez atë punën e vetë dhe cigare, pastaj to pas sepse ka qenë ajo mentaliteti që burri mos me bë punë të shtëpisë, mos me ndihmu. Megjithatë, shqyr Zotit që ka ndryshuar kjo kohë. Është gjaja më e mirë që na ka ndodhur neve shqiptarë. Absolutisht. Ja, ku jemi këtu tek shtëpia e flutura Gecaj. Një zonjë e cila punon tash 25 vite në komuna të ndryshme në Zvicër, momentalisht në komunën Vollhuze të kantonit Lucernit. Këtu jemi në një tjetër kantoni Lucernit. Kantoni Lucernit. Edhe këtu kantoni Lucernit, po është larg nga Doksa, fillova që shkova dikun tjetër botë. Po. Shumë bukur.
Flutura, kjo është një vend dhe një natyrë ku psiqikisht të ndihmon shumë, apo jo? Po. Edhe këtu kjo pamja e detit këtej është fantastike. Fantastike. Ja ku kemi shazllonat, jemi ullur këtu në deti, me fluturën, të pi kafe, të bo muhabet, ja pamja e detit, ja ku janë larat ku prodhojnë qumshtin edhe çokollatat e Zvicrës, atje në Kodër, edhe shumë bukur. Flutura, çfarë më bjen mend? Tash ti që je angazhuar gjithmonë në shtet duke punuar, unë jam krenar personalisht me shqiptarët e Zvicrës. Ka shqiptar të integruar në të gjitha sektoret publike në Zvicër, në të gjitha bizneset, nëpër banka. Kemi shqiptar deri në Parlamentin Federal të Zvicrës të integruar. Edhe student shumë të fortë ka shqiptar. A je ti personalisht e lumtur, patjetër që je, me sukseset e shqiptarëve dhe të studentëve, dhe çfarë mesazhi do kishe për ta? Unë jam shumë e lumtur, unë me fillu nga vetja që fëmijët e mi, djali ka studiu, artin dhe media, e ka kry bachelor, tash bën master, edhe vajza ime po shkon në hapat e mi. Për të njëjtën punë, edhe ju uroj që gjithë shqiptarët në Zvicër që janë lindë këtu dhe i kanë gjitha kushtet, studiojnë, të këshyrim për para, edhe të mërrim si popull. Tregojmë që jemi edhe na muj me mërri diçka. A kemi treguar këto kohët e fundit dhe vitet e fundit? Vitet e fundit, po. Po. A ke shikuar ndryshimin dhe dallimin që shqiptarët vitet e fundit kanë ndryshuar imazhin e tyre në... Sigurisht. Sigurisht. Na jemi gjithkohon ku në banka, në universitete, në komuna, në qytete, në polici, gjithkohon. Edhe a ka diçka ma të bukur. Ky ndryshim i imazhit vjen si pasojë e studimit të brezit që po rritet. Sigurisht, edhe unë nuk po them u asimilu. Na kurzuhet me harru që jemi shqiptar, edhe me qenë krenar që jemi shqiptar, po jemi në një vend huaj, po sigurisht që edhe aty mrim. Të kemi fëmijë që kanë studiu, edhe nëse krynë zanate, nuk është asgjë e keqe. Edhe me zanat më rrinë shumë, po bile ta krynë shkollë. Bukur. Diçka tjetër, mentaliteti shumë i hapur. Pyetja ime përsëri pak private. Ti bashkëton me një Zvicran, kalon përsëri jetë bukur, edhe nuk ka si gjë të keqe në botë, unë për vetes si kam fare problem këto. Fëmijët tu ke dëshirë të martohen me të huaj apo me shqiptar? Atë që ja u dënë zemra. Atë që ja u dënë zemra. Unë nuk përzihem. Nuk përzihesh. Pa marrë parasysh se çfarë komësie ka. Komësie, çfarë ngjyre, çfarë... Me një kam një problem, po nuk du... Me një komësi kam problem. Me një komësi ke problem? Po. Që s'kisha dash, domethënë. Që nuk kisha dash. Shkaku i historisë tonë, si shqiptar, nuk pja u përmend emrin, besoj që të gjithë e dinë. Kush edhe qysh. Edhe pse fëmijët e mi, vajza vetëm ka zgjedh me qenë me një shqiptar, që është shumë familje mirë, edhe bashkëtojnë, edhe jeton plus me vjerri, edhe pse s'janë të martuar. Unë e kam eduku shqip. E kam eduku që ditë gatuaj, ditë sillet, ditë flas, ditë shkruaj, po me kënë e kalon jetën, unë nuk mundesh me vendosë. Jo, absolutisht. Pra përveç atij kombit që tash gjithë e marrin vesh se kush është ai kombi që s'kishe pas dëshirë, me të tjerat kombe pa marrë parasysh se çfarë feje, çfarë ngjyre, çfarë komësie nuk të pengon. Jo, se unë e di që fëmijët e mi e mbajnë, që e dinë që janë shqiptar, edhe do ta mbajnë gjithmonë me çdo që janë. Bravo. Një mesazh i bukur, përsëri. Unë frymëzoj nga mesazhe në fakt. Kam dëshirë me një gjuhë këto mesazhe, sidomos nga persona që janë të kalojnë 80%, 90%, ose mos them 100% jetën e tyre me Zvicran. Për shembull, në këtë rast Flutura Gecaj bashkëton 100% me një Zvicran dhe punon 100% me Zvicran dhe në komunë zvicrane, por përsëri ky quhet integrim shumë i fuqishëm, por jo asimilim. Përsëri thotë jemi krenar dhe nuk duhet harrojmë kush jemi dhe çfarë jemi.
kjo është për të duar trokitur dhe këtë mesazh du ta dëgjojnë shumë shqiptar anë mban, jo vetëm Zvicrës, po anë mban botës që nuk ka gjë më të mirë dhe gjë më të shenjtë se sa të vlerësojmë dhe të ngrejmë lart sa më shumë kombin ton, flamurin ton, gjuhën ton, traditat tona shqiptare. Fludra, jemi në fund të kësaj interviste. Faleminderit. Ke një mesazh për milionat sushauër dhe jam shumë e sigurt që do shikohet shumë kjo intervistë anë mban botës ku ka shqiptar, edhe do na dojnë, shumica na dojnë. Na dojnë. 90% Fludër, 95% na dojnë, është një 5% i primitivave që munden me na shkruajt një mesazh qoftë ty, qoftë mu negativ, por edhe ata janë për me heq syrin e keq, i pranojmë, nuk ja ufshim komentet, i lejmë, sepse nuk ka shoqëri pa primitiva, pa njerëz dobët. E kështu që jemi të hapur, në momentin që jemi bërë fytyrë publike, i kemi marrë parasysh gjitha, por 95% e shqiptarëve na respektojnë, na duan dhe na komentojnë pozitiv. Çfarë mesazhi ke për këtë tonë zemra ty? Jeni krenar që jeni shqiptar, kur mos e harroni që jeni shqiptar, tregoni që jeni shqiptar, s'ka lidhje me kanë një e lidhur, edhe me kanë e qanë jetën. Nuk ka lidhje. Edhe partneri im e din atë punë që unë jam shumë krenare, që jam shqiptare dhe nuk e mohoj. Kështu që ne të dy dalim rrugës, edhe aje ka një gjemper me UÇK edhe unë e kam me Kosovë. Edhe aje mban gjemper me UÇK? Po, sigurisht, e kemi të dy të njëjtën. Edhe nuk, absolut, nuk ndihet disi i ullu nga unë. Absolutisht. Ai mu më dënë edhe për atë punë e bën atë punë. Nuk është asgjë tjetër. Bravo. A janë përplasur ndonjëherë krenarit? Ai krenar që është zviceran, ti krenar që është shqiptar. Kur luajnë në futboll. Në futboll? Keni përplasje në futboll kur luajnë Zvicra me Kosovën? Po, qëmicën e rasteve ai e veç bluzën me flamur të Kosovës ose Shqipërisë, e unë e kam zvicerane. Bravo, bëni respekt. Kështu që nuk është konflikt ndryshe. Ai respekt ndërsjell. Po. Bravo qoftë. Kështu që po. Faleminderit që ishit të unë, edhe faleminderit për respektin. Shumë faleminderit ty për gjithë kohën tonë dhe sot. Të falenderoj për këtë intervistë të këndshme, të bukur që na dhe sot, dhe mesazhe interesante dhe të bukura për shikuesit, për publikun. Uroj që të kesh shëndetin, familjen, dashnin për partnerin, dhe anasjelltas, dhe suksesin punë, po ashtu. Faleminderit shumë. Vazhdo mos u ndal, Fludra. Jo, absolut jo. Absolut jo. Do na vish edhe në emision Kismet. Po. Do kemi një temë që unë do ta mendoj, një temë shumë interesante, që do ta bëjmë dhe ta kapim në emision për ta trajtuar një temë interesante. Faleminderit. Falenderoj shumë. Intervistë me Fludra Gecaj në shtëpinë e saj në kantonin e Lucernit, në majt Kodrës. Kaluam shumë bukur, po pi një kafe, po e shijoj, nuk më bën zemra mu çu me ik. S'po më bën zemra mu çu me ik apo. Po kom qef mi pashtë të lopë që të nelt, tash sa po të mbaroj du me shku me folë më të pronajnë e lopëve, inshallah ma gjeni vend pune. Zoti ju rujt respekt, e kthehemi në studio sepse kemi një mysafir interesant.